sot nga mosha 40 vjeç e poshtë. Për mendimin tim, kjo pjesë rinie, them masive, mendoj unë kështu. Ju rregulloni dhe atë në fjalë, unë mendoj. Jo vetëm që nuk duan dim për Shqipërinë, se s'është, dhe e quajnë herezi detyrat ndaj vendit. Nuk kanë asnjë lloj respekti as nuk duan t'ia dinë fare, as nuk janë të interesuar dhe unë në atë zonën e Laprakës jam ndërlidhës me komunitetin, jam kryeplak. Edhe Ministria e Mbrojtjes shpesh me institucionet e shtetit kërkon dje me vajzat e reja të vënë në ushtrim me pagesë, me zi me vështirësi. Tani ka 2 vjet që ka filluar pak kjo dëshirë të përmirësohet të vënë me pagesë, sepse dolli dhe ligji që ka detyrime njerëzit, edhe rezervistët, edhe njerëzit kanë në 18 vjeç duhet që të bëjnë ushtri.